bat shqiptar pa protest. Do të kishte pasur mbështetës, do kishte pasur kundërshtar, do kishte pasur sherr, po do kishte mbetur këtu, brenda kufive tanë, pavarësisht përfshirjes së amerikanëve, izraelitëve apo të dreqit vet që u përfshi në këtë histori edhe pa qenë fare pjesë. Ndërsa sot, 10 vjet më pas, brenda 48 orësh, degradimi i dhunshëm i një sherri vulgar mes rojeve të sigurisë private dhe i protestuesit marrë zvarr në një lokalitet të Shqipërisë, u bë zanafilla i një lufte globale online, ku nuk mbeti llogore mediatike e planetit, pa shkrehur municionet përkatëse. Jo sepse bota u zgjua një mëngjes e alarmuar për fatin e flamingove të nartës dhe natyrën e Shqipërisë, ku deri dje zhvilloi egërsisht dhe qetësisht nën hundën e pandjeshme të botës, masakra më e përgjakshme e shekullit 21 mbi shpendët dhe kafshët e gjora që vriteshin për epshin shtazarak të mira gjuetarëve të ardhur nga perëndimi në këtë tokë pa shtet. Të ishte për botën, narta mund të kthehej qetësisht 10 vite më parë, kur flamengot nuk shtektonin më drejt lagunës saj, sepse i priste plumbi i kafshëve të dehura me 2 këmbë. Bota nuk u zgjua prej fatit nartës, po prej emrit të Jared Kushnerit, dhe sigurisht prej hijes së vjerrit tij, të cilin e urrem për vdekje krejt armata globale online